O fushkuq, o shkabëzi, për pjetë prijesh Shqipërinë. Janë këta nxënës të komunës Podujevës, por ky interpretim nuk shkoi siç u planifikua. Ndërë qiell I ri. Një paramilitar serb ndërpreu orën mësimore. E këtu u desh të intervenonin rojet e kohës. Është kjo pikë artistike në përkujtim të nxënësve të helmuar në vitin 1990. Të hënën ish nxënës, ish profesor dhe qytetar të Podujevës ishin mbledhur në teatrin e qytetit. Kjo për të përkujtuar këtë ngjarje. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për një ceremoni. Sot jemi mbledhur për kujtesë, për ndërgjegje, për dinitet. Sepse ajo që ndodhi në vitin 1990 nuk ishte thjesht ngjarje, ishte përpjekje për të goditur të ardhmen e një populli. Në mbrojtje të nxënësve dhe profesorëve, në atë kohë kishte dalë shoqata Rojet e kohës. Kryetari I kësaj shoqate foli për angazhimin e tyre. Ata menduan se do të na ndalin, por na u zgjuam. Ata menduan se do të na friksojnë, por ne u bashkuam. Ata menduan se të na thyen, por na forcuan. Por kush ishin rojet e kohës? Roja e kohës janë punëtorë që u larguan nga puna për arsye politike, por nuk hoqën dorë nga diniteti dhe qëndresa. Nxënësit dhe fëmijët e helmuar, mira jetë të prekura që u bën simboli padrejtësisë dhe I rezistencës. Mësimdhënësit që nuk u ndalen, që vazhduan misionin e tyre në shtëpi private në kushte të jashtëzakonshme, vetëm që dia të mos ndalej. Për kontributin e kësaj shoqate, foli edhe profesori Nexhmi Ganiu. Kemi qenë koordinator të gjimnazit me rojet e kohës. Sepse ishëm koordinator, mandatin e kishëm nga Këshilli I Arsimtarëve, që na mandatuan që ti koordinojmë punën. Punën e kemi koordinuar me zotin Shahit. Në vitin 1990, qindra nxënës në komunën e Podujevës u helmuan nga forcat serbe. Disa prej tyre humbën jetën, ndërsa të tjerë pësuan lëndime të rënda.